Që disa vite në Kosovë organizohet Kongresi i Kirurgëve të Kosovës, në cilin marrë pjesë në mënyrë pasive dhe aktive. Në 2 vitet e fundit kam ligjëruar edhe në Kongres, mirë po ke majt edhe mrena kirurgëve në Klinikën Universitare të Kosovës, ke majt mbledhje për sëmundje ndryshme, kemi diskutuar, kështu që bashkëpunimin e shoh një përkatësisht Kongresin edhe këto tubimet që i bëjmë e shon një urë lidhëse në mes përvojës gjermane dhe përvojës kosovare, të cilat kur të bashkohen bashkë patjetër kanë me pas një sukses shumë të mirë. Kosova ka kirurg të mirë po sistemi ndoshta nuk i mbështet aq sa duhet. Dhe kisha pas një lutje për kolegët që janë në Kosovë, që sidomos specializantët dhe specialistët e ri, që mos dorëzohen, mos ta kërkojnë rrugën e shkurtë për sukses. Kirurgjia nuk ka rrugë të shkurtë, ta kërkojnë rrugën e gjatë, të punojnë me nder, të punojnë me pasion dhe sa më shumë të ndjekin trajnime jashtë shtetit.